Kemi që sot doja të diskutoja një temë në lidhje me pjesën e vërejtjeve ose kundërshtive që ndodhin shpeshherë në gjërat që postohen ose diskutohen në rrjetet sociale. Unë kam qenë një person gjithmonë që kam qenë konservator, kam qenë një person me i cili gjithmonë kam thënë vërtetën dhe jam mundu pavarësisht nga kundërshtive ose të disa mënyrave në të cilën kur je i drejt për drejt mund të jesh person negativ. Kjo është një diçka shumë e ulët për sa i përket për disa njerëz, qofshin ato dhe kolegë, kushdo qofshin, edhe në çdo lloj fushit. Një gjë duhet ta kemi gjithmonë parasysh. Kur ne flasim ose diskutojmë, absolutisht nuk ka xhelozi, absolutisht nuk ka konkurrencë, sepse nëse dikush mendon se të tjerët po i bën konkurrencë, kjo është një diçka shumë e mirë, por për këtë konkurrencën me xhelozi, kjo do të thotë dështim. Cila është arsyeja? Sepse ka shumë persona kur postojnë diçka, në momentin e parë ndaj kritikave ata reagojnë. Cila është arsyeja që reagojnë? Reagojnë sepse në momentet e caktuara mund të jenë një grup njerëzish që nuk i njohin produktet dhe thonë bravo, të lumt, je njësh, je gjigant, je më i mirë, je kryeshu. Në momentin që futet një koleg dhe jep një mendim të drejtë, ato direkt cejnë, vajnë blok ose ironizojnë me fjalët e tyre. Kjo tregon nivelin e cek që kanë shumë persona, edhe nuk arrijnë të kuptojnë thelbin në të cilën duhet jepet përgjigja. Gjithmonë ka një arsye, sepse për shembull morra shkakun e këtij restorantit Mrizit Zanave ku e vëre që kohët e fundit disa persona në komente sulmojnë e ironizojnë, edhe ai shpeshherë ka një reagim del jashtë vetvetes. Unë i tham, nderuar koleg, nëse ti je një person që ki bën një diçka të madhe, normalisht je për të vlerësuar shumë, por asnjëherë nuk duhet të në vlerësohen edhe kritikat kur na bëhen, sepse ata vetëm thjesht na përmirësojnë. E rëndësishme është që ne të kuptojmë mesazhin shpeshherë kur flitet, edhe arsyeja, sepse mund të thojnë dikush si ka mundësi që mund gjykohet një lokal i cili ka ecë përpara. Pikërisht, këto njerëzit ne themi atë fjalën, tema që ka kokë rragjuhet. Pra dëgjohet sepse pritshmëria mund të jetë shumë e madhe, edhe shumë njerëz kanë shku, kanë hangër, kanë met shumë të kënaqur, por ka njerëz që kanë met pa kënaqur. Mund të jetë çështje shihesh, mund të jetë çështje preferencë të kërkesash që mund të jetë çdo secili. Prandaj është shumë e rëndësishme kur jepen mendime, kur jepen disa vërejtje, ata duhet pranohen me respekt. Edhe unë mendoj që shpeshherë fjala, plumi janë gjëra që kur dalin nga goja ata nuk thehen asnjëherë mbrapsht. Pra do të thotë që kanë gjithmonë pasoja. Nuk duhet ironizojmë kërkan, nuk duhet ulim kërkan, klientat duhet i vlerësojmë cilët do qoftë. Ne nuk bën huaj me zuri gjithë klientelën që mund na vinte ne, që vinte ne të ushqehen të hajnë, edhe normal që askush nuk mund dalin 100% i kënaqur kudo. E rëndësishme është që zotëria fiton, punon, ka ndërtu një agroturizëm shumë mirë dhe është një model për gjithë personat e tjerë. Bile mund të jetë ajo pjesa që unë kam thënë që është në vitet e para, me shkatrimin e zinxhirit ushqimor, shkatrimin e shumë fabrikave e gjërave. Këto punë i meten në agroturizëm dhe duket si një shpikje e madhe. Unë ju kujtoj që përpara viteve 19 çdo gjë ka ekzistuar në Shqipëri, por u shkatërruan nga njerëzit dashakeqës, u shkatërruan fabrikat e rrecelit, u shkatërruan fabrikat e pijeve, të ëmbëlsirave dhe shumë gjëra të tjera. Dhe sot njerëzve ti brezit i duket ata sikur bëhet një recel, një gliko, një marmelat apo një lang frutash ose diçka tjetër. Edhe një djap, pra ka pasat shumë mrekullina sa që njerëzit sot nuk i konceptojnë, sepse filluan në jetën me pica, me markete, me fast food dhe me shumë produkte të cilat nuk janë të mira për shëndetin. Mu me vjen mirë që shpeshherë mendimi i kundërt gjithmonë është ai që të ndihmon. Mos mendoni që gjithmonë ato që ju bajnë lavde ju dojnë mirë. Janë njerëz që janë falso, janë njerëz që shprehin atë sektësinë që kanë vetruar,
por do të kuptojmë edhe vlerësimet që japin ato ekspertë që janë të fushës. Sepse unë nuk pres për shembull, po marr shembullin tim si shef, unë nuk pres vlerësim nga një person që nuk e njeh ushimin. Unë nuk pres vlerësim, unë pres vlerësim nga ato njerëz që e njohin ushimin, që janë të afër me ditë me dallu shihet. Edhe me këtë gjë sot i bëj një thirrje gjithë lokaleve dhe restoranteve që ju në momentin që ju doni të marrni një vlerësim, thirrni eksperta, thirrni kuzhinjera, thirrni pizzaiola, të shikoj arkeq, nuk mund të shkoj të vlerësoj picë një person që shet makina. Nuk mund të vlerësoj një agroturizëm ose një restorant, një person i cili nuk ka lidhje me këtë gjë. Thjesht shkon atje hanë, nuk din kombinimin ushqimor, nuk i din zonat se si shoqërohen, si shkojnë, po thjesht po shkoj hapur. Pra, kërkesat e mëdha dhe rritja e cilësisë është ajo që ne duhet na bëjnë që ne të vlerësohemi nga eksperta, jo nga thjesht njerëz sa për të bërë disa reklama. Del blogger me makarona, 10-10, shef aty pasta me Coca-Cola, ose shef një person tjetër me crudo, me bastan, me misër e me pomodorini. Janë disa gjëra që sharake. Absurd që ne thjesht i japim reklam lokalit ton me këto lloj njerëzish. Po ai gjyku, thjesht po ja duhet ekspert. Duhet një maestër, duhet një kuzhinier, një shef i madh, duhet një person që është i kësaj kursi kulinarisë. Që po dalin gazetar të bë me hangër me na tregu si që bëhet në kuzhinë. Ose dele i tjetri i të vetlanit atje na bën si ekspert thjesht sepse merr ka marrë një reklam, po atë televizion atje dhe po të prej bëj reklam. Nuk mundet. Unë kam provu shumë lokale, kam ecë shumë i zhgënjur. Ai lokale me emër. Tepër i zhgënjur. Nuk kam xhelozi absolutisht, por më vjen turp domethënë ti përmend. Unë që ose du me shku me hangër në një lokal edhe më ofrohet një diçka që nuk më pëlqen, unë nuk e ha. Pra, thjesht du një shijim, du një degustim. Sepse jam njoft i mirë i produkte, i cilësisë dhe kam marrë prova për këtë gjë. Kam një jetë që punoj. Njoft mirë bukën, djathtin, njoft produktet e tjera. Ai tjetëri thotë po ti është një kuzhinier i mirë, duhet të jesh katonar. Kjo janë fjalë që dalin mandaj mrapa prej, mandaj shofi ironizimi. Ironizimi vjen kur ju flitni gjanat e duhura ose sulmoni tjerë. Nuk kam gjë as me katonar, as me qytetar, por nuk mundet një nga fshati ose nga qyteti të bëj një gjë që i bën rendit fshati. Po asaj nga fshati nuk mund din bëj një diçka që e bën qyteti. Sa do që të mundohet me imitu. Më menan këtu nohin ato korrombolet. Edhe korrombolet nohin për një arsye, sepse dona me marrë përsipër i diçka që s'dina me e bë. Shumë klient, shumë deformojnë recetat, i bastardojnë, mandaj mrapa presin vlerësim 100%. Jo, absolutisht. Vlerësimi jepet. Nëse ja bën një italianit një carbonara me prosciutto, koto, ta fut pjatë të rive, tallet me ty. Nëse ja bën një napolitanit një picë me ananas, të degeneron. Ja pra, a kuptoni pra se sa fanatik janë ata në produktet e tyre. Dhe ne duhet jena fanatik. Nuk mund të lëmë persona të cilët vetëm për hatër të fitimit bastardojnë çdo gjë dhe bëjnë gjëra sikur. Jo, ne duhet i kundërshtojmë. Kur është i diçka gabum, është i gabum. Nëse Gjirokastra ka një qifqi, nëse Korçë një lakror, nëse Vibra ka jufkat, Shkodra ka gatimet e veta, tavën e krapit, ose marrim Tiranën, Fërkjes Tiranët, mund t'ja baj një Shkodran, tavën e një Tirancit, edhe me thanë që kështu bëhet. Po do të mësoj nga ai. Edhe bileta pyes për recetën autentike. Kjo i jep vlerë. Atëherë, nëse doni me bë modifikime, atëherë ndryshoni edhe emrin. Mu më vjen turp të përmani një recetë autentike t'i vë një emër tjetër. Thjesht gjëja se e kam bë vetë. E kam shpik vetë. E marr në internet atje, e modifikon, e kam bë vetë. Pra gjithçka falso. Si inteligenca artificiale e cila përdoret për modifikime, për shumë gjëra.
është e ka ardhur edhe koha, por mendoj që ne duhet të rikthehemi edhe herë tek gjanat që kena pas. Edhe t'i japim identitet. Çdo shtet bën qoftë bën Greqia, qoftë bën Shqipëria nga jugu deri në veri, qoftë bën turku, greku, italiani, gjithë, po gjithë kanë recetat e tyre. Që nuk mundena ne në vuemra të recetave autentike ti futësh një emër tjetër edhe thuash edhe mba vetë. E pyeti shef kuzhine ti thuaj këtë çfarë receta shkëtujet, s'din me ta një përgjigje. Të dali një shef këtu të thonë mu cili jetë më i miri. Hajde të më thotë mu cilën recetë ka kriju. Do isha shumë i kënaqur. Gjitha janë me kopime, gjitha janë me marrje kënaj marrje anaj. Edhe sushit. Bëjmë sushi. Qa sushi në Shqipëri? Është turp. A turp. As ka oris shari, as ka uflat e veçanta që bën 200 euro i shishe, salset nuk janë autentike, janë gjitha gjëra fabrike. Ne them hajm sushi. Pra bastardim total. Nuk njohin as produktet, as cilësinë, as kërgja vetëm ka peshit. Dhe na bojnë sikur kanë ka botet me dorë. Qanat janë damona, ai që ja për mish, ekspert mishit, da për mishit. Ai që ja për sushin, shkoj një Japonit, bojnë trajnim, mësohet, ai që është pas tiqerinat tona janë blozë kërët, gjithë kimikate, gjithë bojna, gjithë nuk ka një akullore për smarit, vetëm gjithë shka është kimikat. Manaj ka plas kanceri, ka plas smunit, ka plas gjana. Ja pa ku jena, sepse njerëzit ma seksia ose ma ajo që nuk e njohin ushqimin, nuk e din që është për i zinxhiri ushqimor, po vujnë pasojat e tyne. Prandaj është shumë rëndësishme që shpeshherë, prandaj po kërkoj me hap një podcast në kanalin tim YouTube, që të diskutohen ka zona, jo në për studio televizive ku marrën 3 ftyra të 20 vjet dhe na bëjnë sikur a shpik kuzhina në lesh. Edhe gjithë çka ka lind atje. Nuk du mi xheku, por ka super shefa, ka super kuzhinjera, ka super edhe krahinat e tjera që janë eksperta, marrën ato të vjetrit që e kanë filluar me ato tiganat e shtrenjtë, me ato kusijat e deformume, ato zjarrin ato tavët e paltës, ato bidonat e qumshtit. Edhe aty është arti. Nuk është arti thjesht një reklam, mi bë publicitet një individit. Prandaj kemi përfunduar kështu, çdo gjë të modifikuar. Si janë të modifikuar njerëzit, ashtu janë të modifikuar ushqimet, ashtu janë të modifikuar fotot, filtrat dhe çdo gjë tjetër dhe pasojat nuk janë as absolutisht siç është realiteti. Po ta shohësh realitetin, është shumë i hidhur. Kudo që të shkosh nuk njihet era kuzhinë. Jenë era vaj palmet, patate skandaloze, gjëra markete, shpislesi dhe ty popull po shkon drejt një shkatrimi. Brezat e arshëm do vujnë shumë, sepse një pyetje ja bëjt gjithë njerëzve. Pse populli shqiptar vujnë për vitaminet D, si femrat, si mashkujt? Sepse helmet e kanë pushtu trupin tonë. Në videon e ardhshme do të publikoj gjëra shumë të rëndësishme që ju të kuptoni se sa ka rëndësi që ne të dim të njohim produktin, t'i blejmë aty ku duhet, të dim si të gatojmë dhe të kujdesemi për trupin tonë, sepse ka shumë rëndësi jo thjesht të hash, po të hash një gjë me vlerë për trupin tonë. Edhe duhet në rallëport kemi njohuri dhe të kena kulturë. Jeta nuk është video, jeta nuk është AI, jeta nuk është modifikim, jeta është realitet. Dhe kjo realiteti ne po na vret gjithë. Faleminderit.